Përshëndetje të gjithëve. Edhe mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Eliana, sot kemi një vlog të ri. Edhe ju kam vënë këtu të pasqyra sepse desha të lujem pak edhe pastaj të vishem pak që të dalim një xhiro. Dua të shkoj në park sepse do ju them unë çfarë po ndodh në këtë moment te lagja ime. U zgjova sot edhe unë kisha haruar që në kishin lajmëruar këtu edhe 3 ditë para që sot nuk do kemi korrent në këtë shtëpi, në këtë lagje. U zgjova, nuk kisha korrent, nuk kisha drita, nuk kisha si të karikoj gjërat e mia. Telefoni im në këtë moment ka 6% sepse harova ta karikoj dje në darkë. Unë jam vetë në shtëpi, dole që parë në mëngjes sepse tani ka vajtur drek. Sa u zgjova, thash duhet të shkoj të marr të pi një kafe që të mundem ta përballoj këtë ditën, me të cilën nuk isha unë e përgatitur. Edhe shkoj te kafeja këtu te lagja, edhe është mbyllur, se normale, nuk kanë korrent edhe ata, si do ma banin mua kafen. Edhe kam filluar po shkalloj. Edhe thash, pse jo, ta marr makinën, të shkoj deri në park, që atje do kem edhe kafe, edhe bëj edhe një xhiro në natyrë që besoj që kam nevojë. Sepse këto ditë kam kaluar ose në shtëpi duke lexuar, ose në universitet, që prap jam e ulur, shkruaj mësime, provime, edhe pastaj ik, edhe vi prap në shtëpi. Kështu që ndjem që nuk po hec shumë, nuk lëvizem, edhe tash pse jo, me që kam edhe pak kohë sot të lirë, tash shfrytëzoj. U zgjova dhe desha të laj pak banjon, por nuk kemi drita. Edhe unë do ju tregoj direkt tani si e kam bërë këtë. Unë tani këtu nuk shikoj asgjë, po disi duhet ta laj këtë banjën, edhe do përdor me shumë mundësi fleshin e telefonit. Edhe këtë e kam frikë, sepse po e përdora për shumë orë, pastaj do mbie bateria e telefonit. Edhe pastaj nuk do kem si ta karikoj. Edhe nuk e di si do e kaloj ditën pa internet, pa telefon, pa asgjë. Të vështira, kujtohem edhe vlerësoj gjërat bazike që kemi në këtë jetë, si të tipit korrenti. Dhe thua pastaj pa korrent, unë ç'a do bëj? Këto ditët e fundit i kam kaluar pak keq, t'ju them të drejtën, që nuk po filmoja, sepse nuk e di po e mbani mend, po ju kisha thënë që mua më ka ngelur një vaksinë të shkoj të bëj. E bëra unë atë vaksinën të hënën që ju thash, në këtë dorë këtu. Vaksina që bëra quhet antitetanike, diçka e tillë. Edhe ditën mbasi e bëra, fillovi dora më dhimbte. Akoma kam një dhimbje të vogël, po okej, nuk mundesha ta ngrej lart, domethënë ngrija deri këtu e pastaj vuaja. Edhe në përgjithësi, ditën tjetër u zgjova edhe isha e kputur, kisha dhimbje koke, ndjesha që kisha edhe pak temperaturë, e kërkova në ChatGPT edhe më tha që janë shenja normale mbasi bën një vaksinë, sepse trupi jot mundet të luftoj mikrobet, prandaj mund të kesh edhe dhimbje koke, edhe ti ndihesh i lodhur, edhe ti kesh temperaturë, të gjitha këto gjëra. Edhe unë për 2-3 ditë isha, sot është dita e parë që ndjem pak më mirë. Prandaj thash të hap edhe vlogun, të pini edhe juve ujin tuaj të hidratoni, edhe le të vishemi. Kam urek sot të vesh diçka kështu kjuci, të bukur. Po nuk e di qa. Kam një miroba, do thoni juve. Do ju them të drejt keni. Por unë, barabart, nuk e di qa të vesh. E dini qa, do vesh fundin tim të bardh, që kam pa e veshur nga behari kaluar. Nga lart besoj do shkoj edhe kjo bluzë kafe që kam këtu. Do ta provoj. Te kjo karigja kam hedhur përsëri gjithë rrobat e reja që më kanë arritur. Më erdhi një pako nga komense të cilën e kam bërë unboxing për TikTok, Instagram e këtej andej. Edhe si që mora robat i hapa, i veshe, i bërë unboxing, i lash atje te karigja. Duhet edhe këto në një moment të dytë ti fus të gjitha për të lartë, të vej lavatrice edhe ti ndej edhe ti thaj edhe ti vendolla pastaj. Ja edhe outfiti jon për sot pa dritë. Ja si duket fundi, i bardh i gjatë deri poshtë, vura shapka në këmbë që të ndjem rehat, vura këtë bluzkën kafe nga lart, edhe kam vënë edhe këtë varsen me perla, që shumë më pëlqen. Jam gati. It's a strange kind of phase when you let go. Let your life flow like a river. Break away from material ego. You never know what's around the corner for you. We all got our beefs and struggles, but we keep on trying to hide it.
telefoni kanë vënë këtu te parku jon stola, të cilat kanë edhe këto kablat që të karikosh telefonin tënd, kështu që jam me super fat, sepse nuk isha bateri, edhe tani do ulem këtu, dori, rehat e bukur, edhe kam bërë, edhe shumë nice, shumë të rehatshme, kam vënë edhe këtë xham, por bllokon edhe diellin, kështu që nuk më bie edhe në kokë, se kam erdhur edhe në mes të vapës unë, si rob jo normal që jam. Kështu që po kaloj shumë bukur. Bëra hapat e mia për sot, vajta deri në mal edhe tani zbrita prap poshtë, gjeta edhe këtë stolin edhe thash super, po kaloj. Edhe me që kam vënë telefonin të karikohet, thash t'ju flas pak, shpresoj edhe të dëgjojmë se ka edhe pak erë sot. Harova të marr edhe mikrofonin tim. Këto gabimet bëj unë në këtë jetë, edhe prandaj nuk hec para. Por desha t'ju them që para disa ditëve unë dhash provimin tim të parë të hënën. Ndente deri vonë e zgjuar sepse po lexoja, edhe po flisja në telefon me një shoqen time, me Stelën, edhe po diskutonim për mësimin nesër, edhe për disa gjëra, domethënë që nuk i dija edhe mi shpjegonte për mësime, edhe që thoni. Nuk po më mirte e gjumi, edhe që thoni që isha vajtur ora 3 natës, ndenta pak me telefonin derisa të më marr gjumi. Edhe në një moment ndiem që fillon krevati dhe po tundet pak, po të tipit pak fare u tunda, sikur të tund një njeri dhe të bën këtë. Një njeri normal mund të mendonte që ndodhi një tërmet, por unë, që nuk jam njeri normal si u thash, fillova bëja skenare me trurin tim, sepse mendoja që u tunda shumë pak, kështu që nuk ka shans të jetë tërmet. Edhe mendoja pastaj çka kam poshtë krevatit tim, që po ma tund krevatin, mendoja pastaj për fantasma, për gjëra kështu. Kaluan 1000 skenare nga trurim, edhe pastaj nuk më zinte e gjumit, se ndjesha sikur luaja në një film horror, edhe kisha frikë të çojm edhe nga krevati, sepse mendoja që po të çojm nga krevati, dikush do dal poshtë nga krevati dhe do më kap këmbën. Më thoni kam probleme. Bëra pasaj një orë ca që të flej gjumë, se kisha frikë. Edhe u zgjova ditën tjetër vajta, dhash provime, edhe më thot një shoqe nga universiteti që e ndjeve ti tërmetin ndjen dark, nga ora 3 cara. E thash nuk ka shans, po shkalloj sepse ishte tërmet, si që mundeni ta kuptoni të gjithë, por trurim nuk e di pse nuk e mendovi këtë gjë. Kam të shikoj film horror, që atyre që isha më duket 10 vjeç, kam parë vetëm një në jetën time, edhe që atyre nuk pashma. Barabart i kam shumë frikë të gjërat, nuk mundem ti mendoj, nuk mundem ti shikoj. Më thoni edhe juve po keni probleme të këtilla, po jam e vetmja në këtë botë që i mendon. Unë sa parkova te shtëpia, por sa më morin telefon çuni misterios, shoku im, edhe po kthehet nga puna, për 10 minuta do arrit te shtëpia e vet. Edhe më tha, të shkoj edhe unë sepse këtë ditë mami shokut tim ka marrë 4 qenka, të cilat i ka një shoqe vet, edhe ajo shoqja do shkonte një udhëtim, nuk do ishte këtu këto ditë, edhe ja dha ti mbaj mami shokut tim. Edhe më dha hajde se po kthehem, marrim qenkat i nxjerrim xhiro. Kështu që do shkoj, sepse një herë ja dhuroj qenkat, 2 herë pastaj, mbas xhiros e qenkave, duhet të shkojmë të marrim edhe një tort, sepse sot ka ditëlindje, shoku i ngushtë i çunit misterios. Edhe tham ti çojmë një tort, i bëjmë një surprizë, punon deri nga ora 9 e darkës. Edhe tham t'ja përgatisim, të shkojmë ta marrim edhe të shkojmë pastaj një xhiro andi që t'i bëjmë surprizë. Edhe këto janë punkat e ditës, kështu që kot që parkova, nisemi përsëri. Bërëm xhiron tonë me qenkat, edhe tani po shkojmë për tortën. Thuaj një përshëndetje të vloguim. Përshëndetje, si jeni? Si je, si ke kaluar? Mirë, në punë isha. Të reja tënde? Po, lajmet e mia të reja janë që kam filluar të los tenis. Po, i pëlqen tenis edhe ka marrë vetë ato që luan, edhe ka filluar vetë, do me thënë pa mësues, me 2 herë që ka lojtur beson që është më i miri në botë, edhe kështu është mua veti, kemi thënë një ditë të dalim bashkë, të më mësoj edhe mua, që e kemi çuar në nivelin tani që shoku im
din edhe do më mësoj edhe mua. Tu edhe unë të shikoj po më pëlqen, sepse e vërteta është që jam në kërkim për një hobi, sepse e lash palestrën edhe tani dua të filloj diçka, ose palestër përsëri ose një hobi tjetër. Edhe thash le të shoh të provoj një herë po më pëlqen tenis, po ashtu të shkoj të regjistrojmë që të shkoj tamam në mësim. Fotografi për në vërë? Jam kthyer në shtëpi, erdha në salon, pori me mamin. Se erdha në salon, ndërkohë mami Se thot do tani se kallë se të gjëmë papi. Nuk kishim një sekret në të dyja. Ja tash. ja the. Nuk bëj gjera fshehur burë. Se erdha në salon, më thot mami, kam parë disa roba në shinj. Edhe bëm porosi, ja. Ja nga ku e kam marrë unë këtë Huqin e keq. Bravo. Unë ato robat. Nuk desha të mirë një të Elana. Unë nxora fotografi që të shikoj një tjetë, më jep një edhe ti një mendim po që pëlqeni. Këtë zgjidhje. Po edhe mua pëlqeni, po thash tash ti do thoshe që s'më pëlqen një pjesë, që unë të ishja të bëj një ekonomi të merr një. Po një pjesë e hoqa unë? Sa hoqa? 2-3. Ha ti të mbërsohesh. Ti druam. Edhe kështu prishëm lek prap sot, edhe pse nuk dalim nga shtëpia, tani jemi mësuar me telefonin, shikojmë 2-3 gjëra, Po problemi nuk është thjesht se nuk dalëm nga shtëpia të bëjmë shpeza, të marrëm roba. Në rregull, puna është unë ti del. Unë nuk dal as ti vesh ato roba, thjesht i ble. Ai po ti do mbash në dollap. Kjo është e keqja ime. E vërtet. Prandaj që herë tjetër kur të them kam parë se gjëra të bukura, ti shikoj thoj mami nuk bëjnë. Nuk bëjnë. Edhe një. Se nuk dua unë. Edhe shumë. një. Nuk prishet mendja po më thëti nuk janë të mire. Po dëgjoj tani nga balkoni, komshinjt po bëjnë party. Kanë vënë muzikë edhe po këndojnë, kanë dalë në balkon e po këndojnë të gjithë bashkë. Edhe unë nuk ndihem mirë në këtë moment se mua nuk më kanë ftuar. Do më thoni juve të njohin ata? Jo, po barabart nuk duhet të thonë që Po vjen një letër aty në det. po bëjmë party, hajdeni. Kush do të vijë? Po unë tani Trokizmi. pse duhet të ri këtu në shtëpi edhe të mos kem ç'a të bëj kurse atje ka party. Mund të vesh Elena pa Të ftuar. shkoj. Ti them nuk më keni ftuar, po ju lutem ja. Kështu Jam atje në kopshia për ballë. në një cep dori, do këndoj pak edhe unë, kaq nuk dua gjë. Do marr edhe një pije nga shtëpia, nuk do bëj Nuk do t'ju shama. harxoj. Mirëmëngjes, nga dita tjetër jam zgjuar edhe lava fytyrën time, lava dhamkat e mia. Tani është ora të bëhemi gati, të lyhemi, të vishemi, të rregullojmë këto flokët të cilat janë në këtë gjendje sepse djem darkë bëra banjë, edhe fjeta përsëri me flokë të lagura, edhe pse më keni thënë që nuk bën fare mirë, e di, kam parë edhe video që thonë që mund të postosh diçka, e bëra. Më shani tani në komente, keni të drejtën të më shani. Ora është 9:30 e mëngjesit, edhe unë po bëjmë gati sepse është e shtunë, edhe më kishte dërguar shoqja ime Stella para disa ditëve që ç'a do bësh të shtunën, i kisha thënë që nuk kam planifikuar gjë. Edhe më tha që ekziston një event për sot, në të cilën do japin fjalime 2 goca, të cilat merren me rrjetet sociale, unë i shikoj të dyja, edhe më pëlqejnë shumë edhe opinionet që kanë, edhe si flasin, edhe si shprehen, në përgjithësi më pëlqejnë. Njëra do bëj një fjalim për psikologjinë e feminizmit, shpresoj të shpreh mirë, edhe tjetra do bëj një fjalim për artin e vetëvendosjes. E para që do flas për psikologjinë, është një vajzë që është shqiptare, e ka emrin Alicia në TikTok. Më duket ka studiuar për psikologji dhe prandaj ka zgjedhur edhe këtë tematikën. Janë goca që në përgjithësi flasin shumë për gjërat që ndodhin në botë, për luftën për shembull dolën folën, për vajzat që vuajnë në këtë jetë që mund të t'i kenë ndodhur diçka. Kanë dalë dhe kanë thënë shumë herë që nga
ka gjërat që mund të thonë edhe të komentojnë në TikTok ose në internet, humbin shumë reklamime, shumë lek nga ato që thonë, sepse e vërteta është që bizneset edhe brandet kërkojnë për vajza që janë të qeta, nuk flasin shumë, nuk bëjnë shumë shamat, e kuptoni. Edhe kur flet hapur për tematikat të cilat janë pak dziz, si da them tani, mund të humbësh edhe followers, ndjekës, mund të humbësh edhe shumë punë, nga biznesi, nga reklamime, nga shumë gjëra. Por barabart ato vajzat thonë që ne do flasim, do themi mendimet tona, eventi është vetëm për vajza. Do desha edhe unë të di të shprem më mirë në shqip, që të mundem të flas edhe unë për tematika të këtilla. Por e vërteta është që arsye që nuk flas është sepse kam frikë që do i them të gjitha gabim, mundohem të them një gjë edhe juve mund të kuptoni një gjë tjetër. Kështu që preferoj të mos flas fare edhe ta bëj një vajzë tjetër, për shembull, që mund të shprehet pak më mirë se unë. Mos duhet të filloj kurs në shqip. Nuk e di. Ekziston në Athinë ndonjë kurs që mësojnë njerëzit shqip. Edhe këto janë të reja të ditës, do ju marr edhe juve me vete, shpresoj të kaloj super bukur. Që të hysh në këtë event, duhet të pronontoje vendin tënd në faqen e tyre në Instagram, i dërgoje mesazh për shembull dhe thoje që dua të vi edhe unë siç është tek. Edhe atje të jepnin informacione për vendin, për çmimin, sepse ka edhe hyrje, por unë nuk e di sa kushtovi sepse dërgovi mesazh Stella, shoqja ime, që të pronontoj vendin ton, edhe më tha që do ta bëj unë dhurat, sepse barabart më tha desha të marr diçka për festën e emrit tënd, edhe me që nuk të mora asgjë, thash të bëj këtë dhurat. Edhe prandaj nuk e di edhe çmimin sa kushtovi. Po jeni të interesuar edhe juve dhe jetoni në Athinë, unë do ju le emrin e faqes, sepse kjo është një event, mund të bëjnë edhe një gjë tjetër më vonë. Kështu që mundeni ta bëni një follow në Instagram, ta keni parasysh, not sponsored at all. Do desha shumë të ishte sponsorizim. Jo. Këto gjërat më ndodhin kur flas në kamera dhe mundem në të njëjtën kohë të lyem. Plus jam edhe me vonesë. U përlueva, u bëra me maskara në gjithë fytyrën, edhe do më kapën nervat e mia. Jam gati, vesha këtë fustankën, super cute, është besh, ka një material si tip lino, më duket e kam marr nga Comense, vesha çantën time Gucci, e cila besoj shkon shumë me ngjyrat që kam veshur, sepse zgjodha paletën kafe besh për sot, edhe në kam vesha këto shapkat, të cilat edhe këto janë besh me kafe, edhe besoj duken shumë elegante, edhe jam super gati. Duhet të nisemi të shkoj të marr Stellën me makinën time edhe të shkojmë në qendër pastaj, sepse atje do bëhet në një hotel më duket në qendër. Outfit check. Stella ka erdhur sot edhe shikoni sa super yll që është. Zara. Bershka. Okej. Unë dua këtë ripin. Do ja marr. Edhe sa u ktheva vajta direkt në kuzhinë të haj buk, sepse kam që në mëngjes, që në orën 12, nuk kam ngrënë as mëngjes, nuk isha ngrënë asgjë gjithë ditën. Edhe ndentëm atje deri në orën 5:30 ose 6 e mbasditës. Unë pa ngrënë gjithë ditën, tani kisha lajthitur. Atje te fundi kishte filluar më kapte koka, mirë që ne kishte gatuar mami që dje oriz me pak mish. Edhe hëngra, flasa, tani jam gati t'ju flas edhe juve, t'ju them që kalova shumë bukur, më pëlqevi shumë si event, dhan fjalime shumë inspiruese, më dha besim për të rinjt, që do bëjmë diferencën, që do mundohemi, do luftojmë për të drejtat tona, ne vajzat sidomos, se kishte të bëj e gjitha me feminismin, mua në përgjithësi tematikat që kanë të bëjnë me gratë, të drejtat tona, kur duhet të ngrem zë, kur duhet të luftojmë. Gjitha këto mua më prekin edhe dua të kërkoj akoma
akoma më shumë, të mësoj akoma më shumë, sepse shumë njerëz thonë që pse ekziston feminismi, jemi barabartë. Sepse, ja, për shembull, juve gratë mundeni të shkoni të votoni, ose mundeni të punoni, edhe kaq ishte. Do me thënë që jemi të drejtë, burrat edhe gratë, që do me thënë, kjo nuk ekziston, po ta thoshi, do me thënë, sot këtë gjë, në atë fjalim që vajte, do të tallnin, se e vërtet është që jemi shumë larg nga barazimi. Folëm të gjithë atje, nuk folën vetëm gocat që banin fjalimin, sepse ishim pak veta, edhe mundeshim të bëjmë muhabet, të hapim, të flasim të gjitha. Gjeta tani, thash t'ju lexoj pak ç'a është feminizmi, për ju që mund të mos e keni kuptuar 100% kuptimin. Kështu që feminizmi është një lëvizje shoqërore dhe politike që synon barazinë gjinore dhe të drejtat e grave. Ai lufton kundër diskriminimit, barazisë dhe dhunës ndaj grave, duke promovuar pjesëmarrjen e barabartë në të gjitha fushat e jetës, në familje, në punë, në politikë dhe arsim. Feminizmi nuk është vetëm për gratë kryesore, sepse dëgjoj shumë djem që thonë që unë të jem feminist, unë jam burr. Po, të gjithë do të duhesh të jemi feminista. Do me thënë, nuk ka të bëj me gjinin tënde dhe atë fix shpjegon edhe feminizmi, që nuk ekzistojnë gjëra që janë për gra ose gjëra që janë për burra. Jemi barabartë, mundemi të bëjmë çdo gjë në këtë jetë. Le të vazhdoj. Është për të gjithë ata që besojnë në drejtësi dhe barazi ndërmjet gjinive. Kush na erdhi? Do dalim me kushurirt. Edhe erdhi Nadia, të takohemi në njërë të shtëpia ime, edhe pastaj do shkojmë të gjejmë edhe të tjerë. Ku do shkojmë tani nuk e kam kuptuar, sepse unë me këta njerëz nuk mundem. Njëri thot në shtëpi, tjetri thot për koktel, tjetri thot që i hajt buk. Nuk kam kuptuar që do bëjmë. Unë ndrova, kemi zbritur poshtë, edhe fustani ishte shumë për mëngjes. Edhe thash të ve diçka ma për në darkë, të jem edhe pak më rehat. Xhinksi, këtë bluzkën që e kam të re nga Comense. Çantën nuk e ndrova se përtojat dhe gjërat që kisha brenda nga njëra çantat e tjetra. Mora edhe shapkan në dorë, sepse kam veshur këto takat poshtë në këmbë, por duhet të ngas deri te shtëpia e Nadies, që do shkoj të ndrohet. Shapka që të mundemi të ngasim, edhe nisemi. Përshëndetje Marina. Përshëndetje. Nga një ditë tjetër, sot dita nuk ka vajtur shumë mirë, jem kthyer nga universiteti, kisha provime sot. Edhe dash një mësim, nuk vajti fare mirë, edhe tani më ka kapur pak depresioni, nervat e mia, e të gjitha këto emocione të bukura. E mami që më bën zhurmë këto. E mami po që sa hapun kamerën fillon kap qej se çka ka para. Edhe nervat e mia në përgjithësi. Jana, jeta është e bukur. Pas nesër kam përsëri provime, edhe tani. Po din tjetër, më tjetërin. Edhe mbarosh. Të mbarosh një. Ose mbarohet, po punë madhe. Thjesht kur një mësim nuk shkon mirë, pastaj më kap ajo gjë që tani pas nesër kam pra provime. Edhe nuk dua të shkoj tani më. Nuk dua të shkoj, nuk kam orë këso vlla të shkoj përsëri atje. Mos shko vlla, mos shko. Nuk dua. Ç'do të shkoj? Mon chéri, na 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 na. Me qësë edhe kanë nga thotë mosri, bëj mami të kafe tash, mosri. Hajde të bëjmë. Të lumshin duart me mami. Kjo është seanca e dytë, mbas shlodhjes, mbas kafes, vazhdojmë gatimin. Këtu kemi bechamel, apo jo? Apo po. Edhe këtu kemi musaka. Patlıcan, patate të shkurtura, kongolleshke, edhe kima. Edhe bechamel nga lart. Edhe te bechameli quhet musaka. E mirë, e mirë. Në Shqipëri nuk i kemi këtë, a? Musaka i deha. Apo e bëjmë? Jo, nuk e bëni. Tani ka mënyrë se
Kam thënë edhe herë tjetër që shumica e shqiptarëve gjysma e Shqipërisë është në Greqi. Po, mua barabart nuk më pëlqen. Me që mami gatovi musaka që unë nuk e haj, thash të marr 2 karota, të cilat i kam qeruar, siç mundeni të shikoni. Morë edhe një patate, e qerova, edhe them të ve pataten, të piqet pak në air fryer, edhe të marr këto 2 karotat, edhe të bëj një sallat. Unë në përgjithësi karotat nuk i haj. Nuk më parapëlqejnë, nuk vdes për shijen që kanë. Por kam parë shumë veta që bëjnë një recetë, një sallatë në TikTok me karota, edhe thonë që edhe pse nuk i haj karotat, do me thënë po ma dhe kështu, nuk e haj. Po në atë sallatën thonë që është shumë e mirë. Edhe them pse jo, le të bëjmë sot prova. Por do filloj të pres njerë pataten që ta vëm të piqet, edhe ndërkohë që po piqet ne do përgatisim sallatën tonë. Edhe tani vazhdoj me sallatën tonë. Me sa pash në TikTok, vajzat që e bënin këtë me karotat, qeronin kështu. Pe të holla, në fije të holla. Në fije të holla? Kështu, në fije të holla. Do bash edhe për ne. Do. Po, se do unë e kam parë dhe kam mbajtur recetën që ta bësh, po si ke bërë? Por se kam bërë asnjë, por ashtu se kuptoj të bëj një këtë. Unë nesër ndërkohë kam ditë të lirë, edhe po mendoja të shkoj të regjistrojmë në palestër, sepse më tha edhe kushuriria ime Nadia që kushurira që ka filluar palestër tu afër te lagja. Edhe unë kaq desha, unë dua shoqëri në palestër, se nuk më shtyhet vetë. Edhe sa më tha që ka nisur, thash, super, do vi edhe unë. Edhe ka edhe ajo kohë të lirë mëngjesin, kështu që akoma më mirë për mua, sepse kur shkoja me shokun tim, shkonim në mbasdite, sepse në mëngjes punonte. Por unë që mëngjesin e kam bosh, shumicën e ditëve, sepse tani okay, kam provimet, por në një moment të dytë do mbarojnë. Për këtë muajnë janë vetëm provimet e pastaj nuk kam më. Është një rast i mirë të filloj edhe unë me që e kisha në mendje që duhet të bëj diçka, se sidomos tani këtë ditë kam kuptuar shumë që edhe psikologjia ka rënë edhe trupi ka rënë, sepse që atyre që nuk shkojmë më në palestër, ndiem që edhe metabolizmi im është edhe psikologjia, se kur zjem në mëngjes, shkoj në palestër, trupi karikohet. Edhe pastaj ke energji gjithë ditën të bësh edhe më shumë gjëra, të motivon. Kurse tani që nuk kam asgjë në mëngjes të më motivoj, është e vështirë ta nis ditën. Njerëzit që më takojnë nga afër, juve domethënë, më keni thënë të gjithë që jam shumë e dobët nga afër. Unë këtë e marr si kompliment. Nuk e di, dukem e shëndosh te kamera që ju bën kaq shumë përshtypje. Se kur më shikojnë njerëzit thonë, "Ua, po ti që je shumë e dobët me ngjelen unë aty." Dukem kaq e shëndosh te kamera. Më thoni edhe juve. Mos duhet të ndroj ndonjë objektiv të më bëj pak më të hollë. Nuk e di çfarë të bëj. Edhe tani te sallata jonë do vem brenda pak vaj, po juve nuk e mbani vaj në shishe prej Coca-Cola në shtëpinë tuaj, do me thënë që nuk jeni familje ballkane. Do vem pak krip, duhet të vem edhe pak uthu, edhe pak hudhër, do hedhim edhe pak balsam, edhe pak piper, edhe tani do t'i përzijmë të gjitha bashkë. Ore, e vërtet e s'ka arritur. Le të provojmë sallatën që bërëm. E mirë është. Normali që nuk kam bërë mbyllje, si gjithmonë më duket jeni mësuar deri tani, po përtoje të shkoj të marr edhe kameran, se jam shtrirë tani në krevat dhe po bëj editim, edhe thash ta mbyll kështu, me telefon, rehat e bukur, shpresoj të keni kaluar bukur, t'ju ketë pëlqyer ky vlogu, edhe bëni një like, një subscribe, një koment, të supportoni këtë kanalin, edhe ne do shifemi si gjithmonë te video radhës.